dhe ne e kemi reflektuar po në pikpamjen tonë, sa i përket kësaj, do të mënyrën se si e kanë ble dhe kanë shit. Do të thotë në disa raste me çmime të ulët, në disa raste me çmime të lartë. Përmenda edhe më herët janë duke mbajtur debatet shumë të televizive edhe për rastin e shitblerjes së energjisë elektrike. A ashtu auditu kjo? Tash, çështja e shitblerjes të energjisë elektrike, me sa më kujtohet, është trajtuar në raportin e auditimit për Korporatën Energjetike të Kosovës dhe ne e kemi reflektuar po në pikpamjen tonë, sa i përket kësaj, do të mënyrën se si e kanë ble dhe kanë shit. Do të thotë në disa raste me çmime të ulët, në disa raste me çmime të lartë. Kecin kaskon ai auditoni në shitblerje? Jo, nuk e auditojmë Kecin, ne audtojmë do të ndërmarrjet publike të cilat aksionar është Qeveria e Kosovës. E kush auditon Kecin në këtë rast? Kecin në këtë rast, po unë mund t'ja përgjigje, mund të supozoj se auditon një kompani private auditimit të cilët do të thotë e kontrakton Kecin. E shitblerjen e energjisë a ishdo është ju, apo ndonjë auditori privat? Çka do që vjen në kuadër të Korporatës Energjetike të Kosovës dhe e cila ndërlidhet me transaksionet që kanë bëjnë qoftë në aspektin e të hyrave që gjeneron Korporata Energjetike e Kosovës, qoftë në aspektin e shpenzimeve, është subjekti auditimit nga zyra kombëtare auditimit.